A mendon nga perspektiva tash si gazetar? Ke qenë i ftuar para se të bëhej gazetar dhe para se të bëhej emisionin tënd? Ke qenë i ftuar në media të ndryshme, në gjitha televizionet, në gjitha radiot, ku ke folë për jetën tënde, për bullizmin që të ka bërë, për vështirësitë që ke kalu. A mendon që prezenca e këtyre intervistave të kanë ndihmu, apo mendon që mediat kanë keq përdor prezencën tënde? E kam shumë të rëndësishme me e ditë. Çka po pret me thonë që... Po pres me më ka dhu drejt. Një pjesë e mirë e mediave edhe gazetarëve e kanë keq përdor. Prej titujve që e kanë vendosur për shkak klikimeve, edhe sigurisht edhe këtë pjesë kam ditë më kanë targeti klikimeve të tyre, po e kanë keq përdor goxha mirë. Këto kanë ditë me kthy në kuadrin e tyre. Por kur e kam kuptuar këtë pjesë nësha kam qenë pak vonë, po nuk ka rëndësi, mas një komunist, domethënë mi filtru emisionet, televizionet, edhe kolegët dhe gazetarët të cilët punojnë në media të ndryshme. A mendon që njëkohësisht kanë ndihmuar me dëpërtu? Të parat po, të tjerat nuk menoj. Pastaj kanë shfrytzuar. Po, ka qenë një shfrytëzim goxha i madh historisë teme dhe vazhdon edhe hala, po nëse unë ja jap mundësinë dhe rastin për me shku edhe një dal, po sot mund më kliku, domethënë përmes portaleve të ndryshme që unë kur e shoh veten tonë kohën, domethënë që unë e viç frigorifer, ju tham njerëz që nuk ju dal. Bien që kanë shfrytzuar edhe këtë pjesë, po ndoshta do ka qenë marketing pak.